Sekuestrohen pasuri me vlerë 500.000 euro në Kamëz, i përkisnin një të dënuari në Britani. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar pasuri me vlerë 500.000 euro të Bujar Leshit, i dënuar në Britani për drogë. Tiranë, finalizohet operacioni policor i koduar Source. Sekuestrohen pasuri me vlerë rreth 500.000 euro në pronësi të një shtetasi të dënuar në Mbretërinë e Bashkuar për kultivim të bimëve narkotike me llampa, si rezultat i hetimeve të ndjekura nga seksioni për hetimin e pastrimit parave dhe Prokuroria e Tiranës, në bazë të një procedimi të regjistruar për veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale, në kuadër të operacionit u ekzekutua vendimi për sekuestrimin e pasurive të shtetasit BL të dënuar në Mbretërinë e Bashkuar për kultivim të bimëve narkotike në ambient të mbyllur dhe të familjarëve të tij. Pasuritë e sekuestruara me vlerë rreth 500.000 euro që ndodhen në Kamëz janë një objekt banimi, 2 automjete të tipeve Jeep dhe Opel Corsa, një aktivitet tregtar me objekt blerjen, shitjen dhe riparimin e automjeteve, vijon puna për gjurmimin dhe sekuestrimin e pasurive të tjera që kanë burim veprimtari kriminale të këtij shtetasi. Materialet proceduriale u referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.